A është ndjeni ky kryeministri jon që e duam apo se duam, është kryeministri gjithë shqiptarëve? A është ndjeni që asnjë lek kokër leku nuk është investuar në zonën tonë për 34 vjetëve nga renta minerare? Të paktën, mirë me pasuri mos investo, nga pasuritë tona që marrin në vendin tonë. Tani renta, një pjesë taksave këta që shfrytëzojnë kromin ja paguajnë pushtetit vendor. Pra ju s'keni as nga pushteti vendor, absolutisht as nga qendrori, as nga pushteti vendor nuk kemi, si e shihni vetë, e dinë edhe ata vetë, po e dinë të atë vezlit, po ai madhi i gjati, a ka marrë vesh që nuk ka asnjë cent investuar në këtë zonën tonë? Edhe për këtë arsye, domethënë, vinë të gjitha pasurijat mbrapa. Siç e përmendën parafolësit për largimin e rinisë, për këta që kanë ngjeltur që nuk krijojnë dot familje sepse janë kushtet ekstreme të rrugës, të mungesa e ujit, të infrastrukturës, shërbimit mjekësor. Pra, gjitha këto, a i përkasim një botë të tretë apo jemi në Shqipëri, a jemi banorë të Shqipërisë, a duhet mendoj dikush për ne që jemi pjesë e këtij populli, e këtij vendi, paguajmë taksat si të tjerët, jemi diskriminuar maksimalisht në çdo lloj aspekti, edhe këtë nuk e them se unë i përkas Partisë Demokratike, kam qenë se saj për sa vjet, këtu nuk është politike, kjo që po them absolutisht, se kjo ka ndodhur edhe për gjatë përgjigjes Partisë Demokratike. Pra ju jeni qenë persekutuar gjithë absolutisht. Ne për këtë arsye domethënë kemi shpallur dhe bojkotin si armën e fundit që ta kuptojnë partitë se na keni lodh pa investime, na keni harru. Edhe pikërisht për kësaj, pavarësisht se e thyem bojkotin, kemi shkuar në zgjedhje, 1100 votues në 2 qendra votimi, domethënë në këtë aksin, në këtë aksin këtu kanë marrë pjesë 350 votues. Gjithë ky aksi 350 votues. Dhe kanë marrë pjesë gati 30%. Po, kanë marrë pjesë 350 votues, që do të thotë se jemi të mashtruar, të nëpërkëmbë, të harruar, edhe nuk na ka humbë besimi ne biles. Unë tash para jush por parashtroj me bashkëfshatarët e mi e zonës, e kemi diskutuar, ne shohim si opsion një referendum, një peticion a referendum që t'i bashkohemi Kosovës se nuk gjejmë zgjidhje kund, ose mos ta njohim shtetin tonë, ose t'i bashkohemi dikujt tjetër që të paktën na për investime. Se nuk dim ç'a të bëjmë më tjetër. Pas 34 vjetëve është e njëjta gjendje. Pra jemi të harruar, Kosova e kemi afër, shërbimet i gjejmë atje, naftën e blejmë atje, lekt i lëm pazar atje, edhe ata me kënaqësi do të na kthejnë në shërbime këto lek që po i lëm atje. Pa pagu taksa vetëm që bëjmë